Kryedemokrati Sali Berisha gjatë një takimi me kryesinë e Partisë Demokratike në Bruksel dhe eurodeputetët e Parlamentit Evropian kanë ngritur akuza të ashpra ndaj procesit zgjedhor të 11 majit në Shqipëri, duke e quajtur atë një farsë të orkestruar nga mazhoranca. Berisha deklaroi se Rama ka krijuar në Shqipëri një makineri gjigante të blerjes së votës dhe friksimit të qytetarëve. Njeriu nuk mund të vendosë të qëndrojë në pushtet duke manipuluar zgjedhjen. Kurse ai ka probleme shumë të mëdha me ligjin, ka krijuar në Shqipëri një makineri gjigante të blerjes votës dhe të friksimit të qytetarëve. Kjo makineri ka ardhur gjithnjë duke u rritur, duke u bërë më fuqishme, më e madhe. Kjo makineri gjigante është shteti i blerjes. Të gjitha këto azgjësojnë garën elektorale. Kjo makineri përbëhet nga vrasë serial. Përbëhet nga kartele droge që disponojnë miliarda euro. Vetëm një prej tyre ka transferuar nga Dubai në bankat e Europës 3 miliard euro. Kanë parat pa fund. Janë vendimarrës kryesor, emrojnë ministra, emrojnë drejtorë. Këto ishin zgjedhjet. Dhe si në çdo farsë, sepse ligji çdo farse është, se gjithmonë më shumë i shtohen votat diktatorit. Në kuadër të vizitës zyrtare në Parlamentin Evropian, delegacioni i Partisë Demokratike, i kryesuar nga lideri i opozitës Sali Berisha, u takuan me eurodeputetin Andrej Kovačev, përfaqësues i Partisë Popullore Europiane dhe antar i Parlamentit Evropian nga Bullgaria. Kryedemokrati denoncoi represionin politik të ushtruar nga qeveria ndaj opozitës në të vetmin narkoshtet që ekziston në kontinentin evropian. Berisha ka theksuar se 3 liderët e partive më të mëdha opozitare janë ndeshur me arrestime dhe burgosje politike. Nga ana tjetër, Kovačev shprehu shqetësimin e tij lidhur me situatën dhe garantoi se në emër të grupit të Partisë Popullore Europiane do të ndjek nga afër zhvillimet në Shqipëri dhe procesin pasues të vlerësimit nga misionet ndërkombëtare të vëzhgimit.